ti ke vëzhgu shumë kafshët. Edhe në menimin tënd, kafshët a komunikojnë me gjusin e apo me telepati? Ma shumë me telepati. Si merren vesh, domethënë. E kanë atë ndjenjën e kur e shohin se unë besoj që shohin ata urën, pjesën e brendshme që normalisht njerit nuk ja sheh. Ne ti mundesh me instinkti jam edhe joti kur rrin e din prapërsisht se ç'a personi je, po kur nuk e din ç'a mund dërej pas disa viteve. Po ne kemi shumë raste albatos që jemi zhgënjur me njerëz që të ka dalë kjo dikush tjetër që se ke prit, po të kishte qenë shumë i aftë nas i cili prej neve nuk kish orë të qenë situatë. Po kafshët e kanë ndjenjen te mocët ti e din. Pra e para Edhe albatrozi pas ka po atë qyshe dim na. Ne dim kur jemi nervoz, vim prej punës, na njerëz bre jemi kena më mos nervozoft kërkush. Mia jo pak ta plas kanë era din, sepse njeriu përpiqet me shpjegu botën pitunis pi vetës. Dhe ne për shembull si formë komunikimi përdorim gjuhën. Po. Por kafshët janë gjendje me kry funksione sociale shumë sofistikume, edhe nuk e nxjerrin fjalë pi goje. Domethënë tash, edhe është dilemë, për shembull unë lexoj këto literaturë, ka teori ndryshme, por ato deshën me pyet, a komunikojnë me ndonjë gjuhë apo kanë me telepati?